shkurta i ka dhënë shumë atë dheut. I ka dhënë shumë atë dheut, i ka dhënë shumë këngës. Më shumë se këngës dhe muzikës, unë thamë që ajo ka qenë një misionare, të cilin mision ajo e ka mbaruar me shumë sukses. Ajo vazhdon të jetë një artiste e madhe, duke i falenderuar gjithçka që e përthekon atë si portret, që nga ditët e para ose vitet e para kur ajo ka shkel në skenën artistike dhe vazhdon të jetë. E veçanta e asaj që e ka bërë Shkurtë Efezën të depërtoj shumë shpejt dhe shumë natyrshëm të publiku shqiptar, jo vetëm në Kosovë, por gjithandej, ka qenë ajo që Shkurta gjithmonë ka ditur, ka qenë e zgjuar të gjej dhe të pikas këngët më të bukura, të cilat publiku i Kosovës i ka përqafuar më njëherë. Ajo ka njohur dhe njeh shumë mirë historinë e popullit të Kosovës, ajo njeh shumë mirë mentalitetin e popullatës e Kosovës, ajo ka njoft dhe njeh ndjenjat e popullit të Kosovës dhe në mënyrën më të mirë ka ditur të transmetoj ndjenjat dhe dëshirat e popullit të Kosovës për liri përmes zërit e saj, përmes këngës së saj. Ky lloj emisioni kërkon vetëm kaq nga Shkurta. Unë jam shumë i bindur që me këtë emision, po edhe me të tjera, Shkurtë Efeza jo vetëm si artiste të këngës, por ka edhe mjaft afinitete tjera artistike. Për ta dëshmuar këtë, kam qenë në Turqi, kam qenë në Amerikë dhe në Kanada. Dhe plot njerëz më kanë thënë, pse na keni ndruar terminin e emisionit Rënjët Tona? Dhe pastaj kemi diskutuar gjithçka për brenda emisionit. Dhe e dini që thonë ata? Nuk thonë emisioni Rënjët Tona, thonë emisioni Shkurtë Efezës.